Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vi për ju me një recetë tjetër, e cila është krapule me perime të marinuara. Fillojmë pa humbur kohë ta përgatisim recetën. Unë kam marrë disa krapule, sasia varet nga ju. Mund të merrni sa të dëshironi. Kam marrë dhe gjithë përbërësit që do përgatis salcën. Të radhë, salcën do ta përgatis me kos. Dhe me përbërësit e tjerë që janë salca, piper zi, rigoni, piperi kuq, kripa, udhra, gjithashtu edhe vaj uji. Fillojmë të përgatisim. Si fillim do të presim atë pjesën e tepërt të krave të pulës. Gjithashtu do ta ndajmë edhe krahun e pulës në mes, si po veproj unë në këtë video. Kështu do vazhdojmë t'i presim të gjitha krahat e pulës. Është një recetë shumë e mirë dhe shumë e thjeshtë për të përgatitur, sidomos kur je me familjarët e tu në ditë pushimi. E servimin të ngrohtë me një gotë verë do ishte perfekte. I kemi përfunduar edhe ndarjen e krave të pulës. Tani do fillojmë të përgatisim salcën për marinimin e krave. Vendosim në qelçit, ku në të vendosim krahat që kemi prerë, një gotë ujë me kos, një lugë çaj me krip, një lugë kafe me piper të zi, një lugë kafe me rigon, një lugë kafe me piper të kuq, unë e kam bërë djegës, se më pëlqen, dhe 3 deri në 4 thelpinjudhë budra të shtypura. Vendosim gjithashtu dhe salcën e domates. Vajin e ullirit, gjysmë godi çaj ose gjysmë fixhan kafe, sepse ka edhe krah do nxjerrin atë yndyrën e vet. I përzihem mirë të gjitha që marinimi të bëhet në mënyrë perfekte. Tani do ta lëm në qetësi duke vendosur një qese guzhine e enës së qelçit. E lëm në qetësi derisa të presim perimet. Unë kam marrë disa perime, speca kuq, specie shill, qep, patate, i kam marrë të vogla, për arsye që t'i ndaj në 2 pjesë. Si ndava qepët, ashtu do ndaj edhe patatet. Gjithashtu do të ndaj edhe specat në copa të mëdha. Edhe specat e kuq, edhe specat e shill. I kemi ndarë edhe udhrat në copa të vogla. I përfunduam dhe prerjen e perimeve, tani do fillojmë të marinojmë edhe perimet. Do të vendosim një lugë çaj me krip, një lugë kafe me piper të kuq, jo djegës, këtë e kam të ëmbël, një lugë kafe me rigon, një lugë kafe me piper të zi, i përzihem mirë të gjitha. Vendosim edhe vajin e ullirit. Perimet i kemi marinuar, i kemi gati, tani do t'i vendosim në tavë. I heqim në qesën e guzhinës, enës, ku kemi marinuar krahat e pulave. I përzihem pak që ta marrë sa më mirë atë marinimin. Do të vendosim një letër pjekje ke tava. Para se të vendosim letrën e pjekjes, e bëjmë në disa vende me pjesën e salcës, që letra e pjekjes njitet sa më mirë. Në fakt, unë një pjesë të mirë të recetave, kur i pjek në furrë, i vendos letër pjekje, sepse edhe pjekja bëhet më e mirë dhe është më komode dhe receta që ne përgatisim. Vendosim krahat e pulave të marinuara. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë për të përgatitur, por dhe shumë e shijshme, sidomos kur mblidhemi me njerëz të tanë të zemrës apo me një shoqëri të ngushtë, edhe i përgatisim të recetë. Ka marinime të ndryshme, unë këtë radhë preferova dhe ta provoja njëherë me kos. Të shohim si do na dali. I vendosim edhe krahat e pulave, tani do të vendosim perimet. Unë në fakt kam marrë shumë pak perime, sepse dhe krah pule ka më shumë dhe nuk kemi shumë persona. Kështu që preferova më mirë të shijoja krahat e pulës dhe perimet të bëja më pak. Krahat e pulës unë i kam marrë të freskët një dyqan mishi që kam këtu afër lagjes, pret krahat, trashkofshat, gjithashtu edhe të bardhën, gjoksin e pulës. E përfunduam edhe shtrimin e tavës. Tani do të hedhim salcën që na ka ngelur nga marinimi i krave, do ta hedhim mbi krahat e pulave.
Furrën e kemi parangrohur në temperaturën 200 gradë. Dhe në atë temperaturë do ta pjekim për 40 deri në 45 minuta. Po duhet keni kujdes sepse pjekja varet shumë nga soba juaj. Nuk jam se që të gjitha sobat pjeken njësoj. Edhe duhet ta kontrolloni her pas here sepse mos të rëmbehen dhe mos të digjen perimet edhe mishi pulës. Pothuajse tava me perime dhe me krapule ka përfunduar, pjekja është bërë shumë e mirë dhe tani na ngelet vetëm ta servirim. Duhet ta servirim të ngrohtë, që dhe t'i shijojmë edhe mishin e pulës, po edhe perimet. Me një gotë verë do ishte perfekte. Në qoftë se kjo receta ju ka pëlqyer, do dëshiroja shumë që të abonoheshit në kanalin tim ku të shtypnit butonin zile dhe të njoftoheshit për të gjitha videot e radhës. Dhe do më pëlqente shumë që të linit dhe komentin tuaj poshtë videos. Do e prisja me kënaqësi, qoftë edhe për vërejtje. Vërejtjet janë shumë të mira sepse të ndihmojnë kur gabon, po të bën vërejtje i përmirëson dhe bëhesh më mirë akoma në gatim. Hidhim dhe pak nga i lëngu që nga çuar perimet edhe mishi pulës, dhe tani ja ku është ju bëf të mirë. Faleminderit që më ndiqni dhe miru takofshim në videot e radhës.